A keni ndjerë ndonjëherë thellë në zemrën tuaj se ekziston diçka në ju që ju bën të ndryshëm, se forca të padukshme po ju udhëheqin drejt një qëllimi më të madh? Sot do të zbulojmë shenjat e fuqishme që vetëm të vërtetët e zgjedhur mund t'i perceptojnë. Përgatituni të kuptoni nëse jeni një prej tyre. Qish herët, ke ndjerë se diçka brenda teje të bënte të ndryshëm nga të tjerët. Ndërsa njerëzit rrotulloheshin në rutinat e përditshme, një zë i butë brenda zemrës të friste, diçka që nuk mund të injoroje. Për herë të parë, shenjat e fshehura filluan të shfaqeshin, një rastësi që nuk mund të ishte thjesht rast, një kakim i papritur që ndryshonte ditën tënde. Më vonë gjatë ditës, ndjenja të panjohura të mbushnin shpirtin, sikur forca të padukshme po të udhëhiqnin secilin hap. Kur shikon qiellin, ndjen lidhje me diçka më të lartë, diçka që vetëm të zgjedhurit e ndjejnë. Secila zgjedhje, madje edhe e vogël, duket se ka bekimin e një udhëheqje të fshehur, diçka që te kalon veten. Kështu fillon udhëtimi i atyre që ndjejnë fuqitë hyjnore duke punuar në heshtje përmes jetës së tyre. Shenjat e para janë të lehta, por fuqia e tyre është e thellë, dhe vetëm ata që janë të gatshëm t'i shohin mund të kuptojnë se janë të zgjedhurit. Disa ditë më vonë, filluan të shfaqeshin shenja më të dukshme, një ndjesi e papritur ngrohtësie brenda zemrës, një ëndër që dukej e qartë dhe kuptim plote, ose një përjetim i vogël që ndryshonte perceptimin tënd të zakonshëm të jetës. Të tjerët mund të mos i vinin re, por për ty ishin të pamohueshme. Ishte sikur universi po të dërgonte sinjale të veçanta, një zog që fluturonte përtej horizontit në momentin më të rëndësishëm, rezet e diellit që ndryçonin një vend ku nuk prisje, apo një fjale papritur nga dikush që të prekte shpirtin. Secili nga këto shenja filloi të krijonte një rrjet lidhjesh, duke të treguar se nuk je vetëm dhe se udhëtimi yt ka një kuptim më të madh. Sa më shumë që i vëreje, aq më shumë kuptoje se këto nuk ishin thjesht rastësi, ato ishin shenja të fshehura të zgjedhjes hyjnore, që vetëm ata të vërtetët e zgjedhur mund t'i dallonin. Fillon të ndjesh besim, forcë dhe qartësi të brendshme që të udhëheqin në çdo hap. Ndërsa shenjat e fshehura vazhdonin të shfaqeshin, erdhi edhe momenti i testimit. Një ndjesi e papritur dyshimi, sfida në punë apo në marrëdhënie, apo një situatë që duket e pashpresë, të bënte të ndjeje pasiguri. Por aty, brenda atij çasti të vështirë, ndjenja e brendshme e drejtimit hyjnor u shfaq më e qartë. Zgjedhuri nuk e sheh këtë si pengesë, por si një provë të fuqisë së tij. Secila vështirësi është një mundësi për të kuptuar se sa i lidhur është me forcat që e udhërheqin. Kur besimi yt mbetet i fortë, shenjat bëhen më të dukshme. Një dritë e butë që shfaqet papritmas, një person i panjohur që flet fjalët që duheshin dëgjuar, ose një ndjenjë paqësore që përmbush shpirtin. Këto janë momentet kur të zgjedhurit dallohen, jo nga mungesa e sfidave, por nga mënyra se si i përballojnë ato me besim, duke kuptuar se çdo pengesë është pjesë e udhëtimit hyjnor që po formon jetën e tyre. Pas provave dhe sfidave, shenjat filluan të bëheshin të pamohueshme. Nuk ishin më vetëm ndjenja të brendshme apo ngjarje të rastësishme. Çdo detaj i jetës duket i lidhur me një fuqi më të madhe. Një tingull i papritur që të prek shpirtin, një dritë që ndriçon pikërisht atë që po kërkoje, apo një takim që ndryshon rrjedhën e ditës suaj, gjithçka filloi të merrte kuptim të thellë. Tani, çdo vendim ndihej si një përgjigje nga qielli. Të zgjedhurit ndihen këtë energji dhe e ndjekin atë me guxim. Besimi i tyre nuk është thjesht i brendshëm, ai lidhet me universin, duke krijuar një rrjet të fshehtë mbrojtjeje dhe udhëheqjeje. Ata kuptojnë se nuk janë vetëm dhe çdo hap që bëjnë është pjesë e një plani të madh hyjnor. Këto janë momentet kur fuqia e të zgjedhurit bëhet e dukshme. Çdo shenjë tregon se udhëtimi yt ka një qëllim, dhe çdo rrugë që duket e errët është e ndriçuar nga drita e fshehur hyjnore. Ndërsa ditët kalonin, shenjat u bën të pamohueshme dhe të fuqishme. Nuk ishte më thjesht ndjenja apo një rastësi e çuditshme. Çdo ngjarje në jetën tënde duket e lidhur me një udhëheqje të lartë. Një fllad i papritur që ndriçon shpirtin, një vizion i shkurtër që të jep qartësi, ose një person i panjohur që flet fjalët që duhet të dëgjoje. Gjithçka merrte kuptim të thellë dhe të shenjtë. Tani ndjen se çdo zgjedhje që bën është pjesë e një plani më të madh.
është një lidhje e drejt për drejt me forcat hyjnore që të mbrojnë dhe të udhëheqin. Çdo sfidë, çdo vështirësi, duket të jetë një test i fuqisë tënde. Një mundësi për të kuptuar që je më i lidhur me universin se ç'ke imagjinuar. Ata që janë të zgjedhur ndihen këtë energji dhe e ndjekin atë me guxim. Besimi dhe qartësia brenda tyre bëhen të pakontestueshme dhe shenjat e fuqishme fillojnë të zbulojnë misionin e tyre të vërtet. Një ndjenjë e thellë e qëllimit përshkon shpirtin, duke treguar se rruga që po ndjek është e drejtuar nga drita e fshehur hyjnore. Tani shenjat nuk mund të injorohen më. Çdo hap që merr, çdo vendim që bën, duket i mbështetur nga forca më e lartë. Një dridhje e butë në shpirtin tënd, një ndriçim i papritur që të ngjall paqe, ose një takim që duket i rastësishëm, por që ndryshon gjithçka, këto janë shenjat që vetëm të zgjedhurit e vërtet mund t'i dallojnë. Ndjenja e fuqisë hyjnore mbush çdo pjesë të qenies tënde. Është sikur universi po të thotë: "Shiko, ti nuk je vetëm. Çdo gjë që ndodh është pjesë e rrugës tënde të shenjtë." Të zgjedhurit ndjejnë një qartësi që nuk mund të shpjegohet me fjalë. Ata e ndjekin atë me besim të plot dhe guxim të pashoh. Në këtë pikë, çdo shenjë bëhet një udhërrëfyes i fuqishëm, duke treguar rrugën drejt misionit tënd të vërtet. Ndjenja e lidhjes me forcat hyjnore bëhet aq intensive, saqë çdo frikë apo dyshim zbehet. Çdo hap jetës duket i udhërhequr nga një dorë e padukshme, duke shpërndar dritë dhe qartësi në çdo moment. Tani, shenjat janë të papërmbajtshme. Çdo detaj i jetës duket i lidhur me një energji hyjnore. Çdo ngjarje merr kuptim të thellë dhe çdo vendim ndriçohet nga një forcë e padukshme. Një ndjesi e fuqishme e qartësisë mbush shpirtin dhe gjithçka duket e mundur. Në këtë pikë, të zgjedhurit ndjejnë se janë pjesë e një plani më të madh. Një ndriçim i papritur i diellit, një ranie e lehtë e dritës që i rrethon, apo një takim me dikë që sjell mesazhe të fshehura, gjithçka duket si një orkestrim i shenjtë. Është një ndjesi e fuqishme e lidhjes me universin dhe udhëheqjen e forcave hyjnore. Çdo frikë dhe dyshim zhduket, duke i lënë vend vetëm besimit dhe sigurisë së brendshme. Shenjat tani nuk janë vetëm udhërrëfyes, ato janë prova e padiskutueshme se jeta jote është e drejtuar dhe e mbrojtur nga një dorë hyjnore. Ndjenja e misionit tënd të vërtet bëhet e pakontestueshme dhe energjia shpirtërore e fortë mbush çdo moment të jetës. Tani gjithçka është e qartë. Shenjat që ke ndjer gjatë udhëtimit tënd nuk janë rastësi. Ato janë prova e fuqisë hyjnore që të ka zgjedhur. Çdo ëndër, çdo takim, çdo ndjesi e papritur ka qenë një udhërrëfyes që të çojë drejt qëllimit tënd të vërtet. Në këtë pikë, ndjenja e lidhjes me forcat hyjnore është e pakundërshtueshme. Nuk ka më dyshim, ti je i zgjedhuri dhe jeta jote ka një mision të madh dhe të shenjtë. Çdo sfidë që ke përballuar, çdo moment dyshimi, ka qenë pjesë e përgatitjes tënde për të ndjekur këtë rrugë të shenjtë. Tani është koha të besosh plotësisht në këtë udhëtim dhe të ndjekësh shenjat me guxim dhe besim. Universi po të udhëheq dhe fuqia hyjnore që ka punuar në heshtje përmes jetës tënde, tani është e dukshme dhe e pamohueshme. Përgatitu të përqafosh misionin tënd dhe të jetosh si një prej të zgjedhurve.